Le të imagjinojmë një situatë për një moment. Të mendojmë sikur dikush ndodhet në një dhomë totalisht të errët. Të errët dhe të rrezikshme, besoj. Pikërisht. Një dhomë ku muret po qahen dhe çdo gjë po shkon drejt një shkatrimi të sigurt. Por, me një absurditet të frikshëm, çdo person tjetër brenda asaj dhome këmbgul me bindje të plotë se dritat janë të ndezura. Wow, po. Dhe jo vetëm kaq, por thonë se gjithçka po shkon në mënyrë të përsosur, dhe se kushdo që flet për rrezikun është thjesht i çmendur. Është një presion i jashtëzakonshëm psikologjik kur e mendon kështu. Fiks, sa e vështirë do të ishte për ato individ të vetëm të besonte sytë e tij dhe jo e dinkurajimet delirante të turmës. Ky është një lloj presioni që mund të thyej edhe mendjen më të fortë. Dhe sipas analizës nga episodi i 6 i serisë edukative Shkrimet, mbi të cilën mbështetet ky eksplorim i thellë sot, ky ishte saktësisht realiteti i Noeut. Një njeri i vetëm që mbante dritën ndezur. E vërtet, në një botë që kishte përqafuar errësirën absolute. Qëllimi i këtij rrugtimi ton sot nuk është thjesht të tregojmë atë historinë klasike me një varg druri dhe kafshë që hyn në rresht. Jo, kjo shkon shumë më thellë se aq. Shkon shumë më thellë. Misioni këtu është të zbërthejmë mekanizmat kompleks të besimit, të bindjes dhe të mbijetesës shpirtërore. Duam të kuptojmë se si këto koncepte antike funksionojnë si një, le ta quajmë, manual i gjallë për çdo që përpiqet të ruajë integritetin në kohërat e sotme. Për të filluar ta kuptojmë thellësinë e kësaj analize, hapi i parë është të përkufizojmë se çfarë nënkuptojnë tekstet e lashta me këtë errësirë. Zanafilla konkretisht në kapitullin e 6 na jep një përshkrim mjaft ashpër. Po, vargjet 5 dhe pastaj 11 e 12 nëse nuk gabohem. Sakt. Thuhet se ligësia e njerëzve ishte e madhe dhe se toka ishte tërësisht e korruptuar dhe e mbushur me dhunë. Do me thënë, këtu nuk po flasim për krimet izoluara. As për një qytet specifik me probleme kalimtare? Pikërisht, nuk ishte një problem lokal. Kemi të bëjmë me një degenerim sistemik. Është një gjendje ku e keqja, dhuna dhe shtypja ishin kthyer në kulturë, ishin norma e pranuar nga gjithë. Çdo instinkt dhe imagjinat e mendjes njerëzore ishte edhe prirur vetëm drejt skeqjes, vazhdimisht. Por prit pak, sepse kur theksohet ky nocion i korrupsionit global, pyetja që lind natyrshëm është se si arrin një shoqëri e tërë në atë pikë pa pasur asnjë lëvizje kundërshtuese. Është një pyetje shumë e drejtë. Pra të vogla të përditshmërisë, si mund të mbietojë një individ i vetëm një inercie të tillë? Dhe tekstet bëjnë një kontrast shumë të fortë aty me Zanafillën 6:9. Po, teksti thekson se Noeu ishte një njeri i drejtë, por a mjafton vërtet të jesh thjesht i drejtë për t'i bërë ballë kësaj? Për ta thënë ndryshe, a është ai thjesht një njeri që ndjek disa rregulla morale ndërkohë që gjithë bota i ka thyer ato? Ajo që analizat teologjike nga burimet tona tregojnë këtu është se të qenit i drejtë në atë kontekst nuk ishte as pak një tipar pasiv. Nuk ishte thjesht një listë rregullash, domethënë. Jo, absolutisht jo. Nëse dikush bazohet vetëm te një kod moral personal, ai kod heravon thyet. Thyet nën presionin e vazhdueshëm të një shoqërie të tërë që e kundërshton atë. Sekreti qëndron në fjalët pasuese në tekst. Cilat fjalë saktësisht? Thuhet se ai ecte me Perëndin. Ky është qelsi. Drejtësia e tij nuk ishte thjesht një moralitet i thatë, ajo buronte nga një marrëdhënie drejt për drejt, e gjallë dhe e vazhdueshme me diçka përtej asaj shoqërie. Kuptoj. Pra ankorimi i tij nuk ishte te njerëzit e tjerë. Fiks. Kur ankorimi i identitetit dhe moralitetit tënd është i lidhur me një autoritet absolut dhe jo me norma të ndryshueshme të atyre përreth teje, atëherë presioni i turmës humbet peshën e tij. Kjo ecje nënkupton një marrëveshje intime. Një marrëdhënie që ndërtohet ditë pas dite. Pikërisht, një besueshmëri e thellë. E qartë, e kuptoj këtë dallje dhe bën shumë sens, sidoqoftë të kesh një marrëdhënie të fortë dhe një moral të palëkundur në fshehtësi ose ta jetosh atë brenda mureve të shtëpisë sate ku askush nuk të shqetëson, është një nivel sfide. Është një nivel sfide, po. Ka pasur plot njerëz në histori që janë izoluar nga shoqëria për të ruajtur pastërtinë e tyre morale. Por dhe këtu është momenti ku gjithçka kthehet përmbys. Testi vërtet i atij ankorimi nuk ndodh në qetësi,
Ai vjen atëherë kur kërkohet një veprim i jashtëzakonshëm, dhe nga një këndvështrim i jashtëm, një veprim publikisht absurd. Shumë e vërtet. Thirrja për të ndërtuar arkën duket të jetë pika më ekstreme e këtij absurditeti njerëzor. Nuk po flasim për një detyrë të vogël. Përtej çdo dyshimi, kur flasim për Zanafillën 6-14, ku i kërkohet të ndërtojë një anije për masash kolosale për të shpëtuar nga një përmbytje, jemi përpara një kryqëzimi thelbësor psikologjik. Ishte një projekt i frikshëm. Po, Noe u duhet shpenzonte vitet e tëra, ndoshta dekada, duke prerë drur, duke i lidhur, duke ndërtuar një strukturë gjigante, në një botë ku nuk kishte asnjë tregues vizual që një rrezik i tillë po afroi. Teksti tek Hebrejve 11:7 i shton një dimension tjetër analitik kësaj. Ku flitet për besimin në të padukshmen. Fiks. Shpjegon se ai veproi duke pasur frikë të përënditshme për gjëra që ende nuk shieshin. Kjo është thelbi i bindjes reale. Të veprosh pavarësisht mungesës së evidencës empirike të momentit. Këtu dua të bëj avokatin e djallit për një moment, sepse ne jetojmë në një epokë racionaliteti. Po, sigurisht. Të ndërtosh një ark gjigante pa pasur shenja shiu, le ta kthejmë këtë në kontekstin e botës sonë të sotme. Imagjinoj sikur fshinji fillon të ndërtojë një anije kozmike masive në oborrin e tij. Pamje bukur në fakt. E di, ai investon çdo qindark që ka, punon çdo orë të ditës, dhe kur e pyet pse po e bën, ai të përgjigjet thjesht, bota do të shkatërrohet dhe ky është mjeti vetëm i shpëtimit, ndërkohë qielli i lartë është i pastër, ka diell, asnjë re. Ne nuk do ta quanim atë njeri një hero besimi sot. Ka shumë të ngjarë ta mbyllin diku. Fiks. Ne do ta etiketonim atë veprim si fanatizëm të rrezikshëm apo si një humbje totale të kontaktit me realitetin. Pra, ku ndryshon saktësisht një fanatik nga modeli i Nout? Pse duhet ta shohim atë si pikën kulmore të virtytit? Është një dallim thelbësor dhe kjo pyetje e godet në shenjë problematikën e besimit. Diferenca mes një fanatiku të verbër dhe bindjes së modelit të Nout nuk qëndron te sasia e provave empirike meteorologjike. Po ku qëndron atëra? Ndryshimi qëndron pikërisht te temeli për të cilin folëm pak më parë, te marrëdhënia me atë që jep thirrjen. Një fanatik shpesh operon mbi një iluzion shkëputjeje, ndjek një ideologji që dehumanizon të tjerët dhe izolohet në një realitet artificial. Një realitet plot urrëtie shpeshherë. Pikërisht, besimi i Nout, nga ana tjetër, është produkti i asaj etjeje me Perëndin. Kur ekziston një njohje e thellë e karakterit dhe së vërtetës së atij që të flet, atëherë nuk ka më nevojë për provën e menjëhershme të shiut. Pra, besimi zëvendëson provën e dukshme? Ashtu është, sepse bazohet te besueshmëria e vet burimit. Ai nuk e dinte si do të vinte uji, por dinte mirë se kush i kishte kërkuar të ndërtonte varkën. Pra, nuk bëhet fjalë thjesht për një hedhje në errësirë pas një mbështetje, është një besim i mirë informuar, i ngritur mbi një histori të gjatë marrëdhënie, kjo e vendos në një tjetër perspektivë në fakt. E vendos. Por le të mendojmë edhe për koston njerëzore të asaj bindjeje. Sepse të duhet një qëndrueshmëri psikologjike pothuajse jashtëtoksore për ta çuar atë deri në fund. Pa dyshim kjo është e jashtëzakonshme. Ne nuk po flasim për një projekt entuziazmi që zgjat 2 ose 3 muaj, po flasim për një punë monumentale e cila kërkoi vite e dekada të tëra. Çdo ditë njerëzit kalojnë aty, qeshin, tallen, bëjnë me gisht, çdo ditë ai dëgjon zhurmën e një shoqërie që shikon si të çmendur, dhe përsëri i duhet të marrë çekiqin dhe të ngullë një gosht tjetër. Dhe eksaktësisht ky ritëm afatgjat është ajo që sfidon me së shumti njeriu modern sot. Ne jemi mësuar dhe udhëhiqemi nga nevoja për konfirmim të menjëhershëm. Gjithçka me një klikim. Po pra. Nëse puna nuk jep një rezultat të dukshëm ose nuk merr miratimin e shoqërisë brenda një kohe shumë të shkurtër, ekziston një tendencë për ta braktisur atë. Dorëzohemi shpejt. Shumë shpejt. Ai lloj durimi, aftësia për të sakrifikuar kënaqësinë dhe pranimin afatshkurtër për një të vërtet afatgjatë dhe thelbësore, është një formë leadershipi që shihet rrallë. E vërtet. Ai e ndërton arkën duke ditur se ajo strukturë druri është po aq një mjet fizik shpëtimi, saqë është edhe një deklaratë e gjallë kundër një shoqërie që ka refuzuar çdo limit etik. Dhe pastaj vjen momenti i pashmangshëm kur gjithë ajo thatësirë sociale dhe meteorologjike përfundon në mënyrë dramatike. Zanafilla 7:11 e përshkruan se si burimet e humnerës, u çan dhe kataraktet e qiellit u hapën. Fillimi i fundit për atë botë. Imagjinoj pak tronditjen e atyre njerëzve, njerëz që kishin
kaluar një jetë të tërë duke u tallur me ato strukturë druri, teksa shohin pikat e para të shiut të kthehen brenda pak kohësh në një katastrofë globale. Të ngjithmishin kur e mendon. Dhe analizat e thelluara të episodit e trajtojnë këtë moment jo thjesht si një stuhi, e shohin si një pikë ku përplasen dy forca masive teologjike. Gjykimi absolut i një bote që refuzoi dritën dhe shpëtimi absolut për atë familje brenda arkës. Dhe ka një moment specifik këtu që dua ta analizojmë, patjetër, sepse është ndoshta detaj më me pesh i gjithë këtij fragmenti. Zoti e mbylli derën. Është vetëm një fjali e shkurtër tek Sanafilla 7:16, por pesha e saj është me të vërtet e pamatshme. Pse u desh një ndërhyrje hyjnore për të mbyllur atë derë? Nga pikpamja e mekanikës së drejtësisë dhe hirit, shiko, nëse Noeu do ta mbyllte vetë derën, ai automatikisht do të kthehej në gjykatësin përfundimtar të njerëzimit. Oh, kjo është interesante. Ai do të ishte personi që do të vendoste se kush mbirjeton dhe kush mbytet ndërkohë që njerëzit përplaseshin jashtë asaj varke. Kjo flet për një realitet thelbësor, heqjen e barrës së gjykimit nga supet njerëzore. Njerëzit janë të paaftë ta mbajnë këtë balancë thellësisht të ndërlikuar. Dhe kjo balancë mes drejtësisë dhe hirit shpesh keq kuptohet sot, apo jo? Sidomos në kohët e sotme vjet re një prirje për të favorizuar vetëm idenë e hirit. Absolutisht, duan vetëm pjesën e butë. Fiks. Njerëzit e duan idenë e një Zoti që thjesht fal gjithçka dhe toleron pafundësisht. Por nëse ofrohet vetëm hir pas një kufi apo pas një pasojë, çfarë do të ndodhte me drejtësinë e të gjitha atyre viktimave të dhunës globale që diskutuam në fillim? Ne përmendëm që bota ishte bërë një makt mizorie. Dhunë pa precedente? Nëse ajo derë nuk do të mbyllej kurrë, nëse s'do të kishte një ndalesë drastike të asaj shoqërie, dhuna thjesht do të vazhdonte të konsumonte jetë të pafajshme pafundësisht. A nuk e bën kjo mbylljen e derës një akt poshtë mbrojtjes për të ardhmen e njerëzimit, saqë është një akt gjykimi ndaj atyre që e kishin refuzuar thirrjen e arkës? Drejtësia absolute e kërkon këtë, po. Një hir i ofruar vazhdimisht pa kërkuar asnjëherë llogari përfundon duke u kthyer në mbrojtje për abuzuesin dhe braktisje për viktimën. Shumë e vërtet. Ajo derë e mbyllur është pika e saktë e ndarjes, momenti kur afati i hirit mbaron dhe drejtësia merret në dorëzim nga gjykimi. Nuk duhet harrojmë se arka qëndroi e hapur për dekada të tëra. Ishte aty për t'u parë nga të gjithë. Ishte një monument i gjallë për sytë e kujdo. Dhe pasi drejtësia rivendos balancën dhe stuhia shteron, kemi një tjetër moment kuptimplot me pëllumbin dhe degën e ullirit në Zanafillën 8:11. Një imazh që sot përdoret kudo si simbol paqeje, por që atëherë mbarte një lajm shumë më specifik dhe urgjent. Të imagjinosh për një familje që sapo kishte parë fundin e botës, mbritja e asaj gjethe të vogël jeshile mbi gjelbërimin e sapo lindur duhet ketë qenë konfirmimi emocional se vdekja nuk kishte fjalën e fundit. Një fillim i ri. Dhe kjo pasoi me atë premtim madhështor kur ata dalin nga arka Julberin, besëlidhja e ngjyrosur në re tek Zanafilla 9:13 që premton se natyra kurrë nuk do të shkatrohet në këtë formë totale nga ujërat. Simboli më i bukur i shpresës. Kështu është. Dhe nëse ky eksplorim do të mbështetej vetëm në ato versionet e thjeshtuara të fëmijërisë që kemi dëgjuar, kjo do të ishte pika ku filmi përfundon me triumf. Heroi del si fitimtar, muzika e ngrihet dhe të gjithë jetojnë të lumtur e të përsosur. Por realiteti është ndryshe. Shumë ndryshe. Materialet e thelluara të burimit ton nuk ndalen këtu. Ato zbulojnë një kthes narrative absolutisht befasuese. E ke fjalën për rënien e tij? Po, rënja e Noeut në mëkat. Zanafilla 9:21 tregon se pak kohë pasi u bë marrëveshje e madhe, pasi ai shpëtoi njerëzimin, heroi ynë i padiskutueshëm bie në dehje. Dhe humbet dinjitetin. Humbet çdo dinjitet brenda cendës së tij dhe shkakton një rrëmuj të vërtet morale brenda familjes së vet. Është vërtet të vështirë të kapërdihet ky informacion kur e dëgjon. Do të thënë, si ka mundësi? Është një shok për lexuesin. Është njeriu që u konsiderua si thelb i drejtësisë për shekullin e tij, dikush që eci me Zotin ndërsa pjesa tjetër e botës u ndëshkua, del jashtë varkës dhe rrëzohet nga dobësitë më banale njerëzore. Pse këto tekste antike, të cilat supozohet japin modele morale të përsosura, e ruajnë këtë defekt kaq të rëndë dhe e vënë në qendër të vëmendjes? Duket sikur po shkatrojnë vetë simbolin e tyre. Shiko, kjo zgjedhje nga tekstet e lashta nuk është as pak e rastësishme dhe përmban ndoshta një nga mësimet më të thella të teologjisë.
Ky sinqeritet brutal shërben si një parandalim i jashtëzakonshëm kundër çdo mitizimi të natyrës njerëzore. Që të mos e bëjmë Zot. Fiks. Nëse Noeu do të kishte dalë nga arka i papërlyer dhe do të kishte udhëhequr një linjë pasardhësisht të përsosur e pa mëkate, mesazhi do të keq interpretohej fatalisht. Njerëzit do të mendonin se ata që mbijetuan e merituan atë, sepse ishin të ndërtuar ndryshe. Sepse ishin njerëz superior në një farë mënyre. Sakt. Do mendoni se ishin gjenetikisht apo moralisht të patëmet nga vetë fuqitë e tyre. Dhe ky është thelbi i rënies së tyre. Shpëtimi në ark nuk ishte rezultati i perfeksionit të paanshëm njerëzor. Ai u realizua tërësisht për shkak të besimit në thirrje dhe hirit hyjnor që e lejoi atë. Krijoni idenë e një operacioni mbijetese digital. Le të përdorim një analogji tjetër për ta ilustruar këtë. Imagjinoj një ngjitjer sistemesh që konstaton se i gjithë rrjeti i kompjuterave në botë është i infektuar me një virus shkatrues. Një virus fatal? Po, një korrupsion fatal që po fshin çdo të dhënë. Kjo përfaqëson atë botën e vjetër që u shkatrua. E vetmja zgjidhje për inxhinierin është të bëjë një formatim total, një hard reset të sistemit, duke përdorur ujërat e përmbytjes. Bukur. Dhe pastaj? Por për ta rinisur sistemin pastaj, inxhinierit i duhet të instalojë një backup, një version të ruajtur. Problemi, edhe ai kod rezerv, pra familja e Noeut, mbart ende një formë fjetura se të po ati virusi brenda vetes. Kjo është pak a shumë ajo që ndodhi apo jo? Analogji e përsosur, po. Ai mbijetoi si kodi më i mirë në dispozicion, por ende mbante brenda vetes thelbin e korruptuar të natyrës njerëzore. Ai fjalë për fjalë e futi këtë virus të mëkatit sërish në botën e re të sapo lindur dhe të pastruar. Dhe nëse ky virus është mbjerr përsëri që në ditët e para të tokës së re, si e shpjegon kjo ylberin dhe premtimin që u bë pastaj? Styre. Ka ende një prirje të pandashme ndaj gabimit, atëherë premtimi i ylberit merr një dimension krejtësisht të ri. Bëhet më real. Bëhet më i thellë. Ylberi nuk thekson një shpresë të rreme se njerëzit papritas do të bëhen engjëj të përsosur e pa defekte. Nuk ndodhe kështu. Ai thekson angazhimin e atij që bëri premtimin për të mos e përdorur më shkatrimin total ujor si zgjidhjen e parë. Është një premtim pavarësisht defekteve tona. Sakt. Është një garanci e cila mbështetet tek hirdhënësi e vetëdijshme për defektet e sistemit njerëzor. Zoti e jep atë premtim pikërisht duke e ditur thellësisht atë thyeshmëri të pariparueshme që natyra njerëzore mbart. Dhe meqense kjo thyeshmëri e paparijueshme, ky virus i padukshëm që qëndron akoma aktiv brenda çdo gjenerate, le ta zbresim këtë histori në tokë tani, në jetët që jetojmë sot. Të kalojmë nga ai interpretim teologjik të zbatimi personal. Ne lexojmë për shembull një paralajmërim tek Mateu 24:37. Si në ditët e Noeut. Fiks, referenca se epokat e fundit do të jenë si në ditët e Noeut, që sugjeron një situatë paralele shurdhërie morale. Një kohë ku njerëzit hanë e pinë sikur asgjë s'ka për të ndodhur në prag të kolapsit. Përtej koncepteve apokaliptike të fundit botës, si mund të aplikohet kjo filozofi, ky qëndrim i Noeut në përditshmërinë e gjithkujt që përballet vazhdimisht me shtresa të ndryshme, presioni dhe kompromisi? Mënyra se si e sjellim këtë në përditshmërinë tonë është duke e parë historinë si një masterclass për integritetin dhe qëndrueshmërinë në një kulturë sipërfaqësore. Pra, ka zbatim praktik. Absolutisht. Historia nuk shërben thjesht si një kronikë e lashtë ngjarjesh meteorologjike, por thekson disa domosdoshmëri ekzistenciale. Së pari, drejtësinë aktive, e cila sfidon normat e kohës kur ato janë komprometuar thellë. Pastaj, durimin afatgjatë, aftësinë për të qëndruar besnik një misioni moral, kur askush nuk të ofron atë lajkën e një konfirmimi të menjëhershëm që folëm pak më parë. Sepse të gjithë duan të konfirmohemi shpejt. Po pra, dhe mbi të gjitha, guximin për të ndërtuar diçka solidare, pa u ndikuar nga pëshbëritjet dekurajose të një mjedisi që e ka humbur tërësisht udhërfysin e tij të brendshëm. Çdo kush mund të gjendet në situatën ku i duhet të ndërtojë diçka në mes të një fushë ku njerëzit vetëm festojnë pa asnjë interes për të nesërmen. Është shumë e vërtet, dhe është vërtet intriguese të mendosh për atë që do të thotë të ndërtosh një ark sot. Sigurisht që askush nuk po shkon të blej dru për të ndërtuar anije në obor. Jo, patjetër që jo.
Për dikë, kjo mund të nënkuptojë ndërtimin e një biznesi apo të një kompanie, duke aplikuar një integritet ekstrem dhe etik pune të pastër, pikërisht në mes të një industrie ku çdo konkurrent tjetër përdor mashtrimin dhe rishfetin për të ecur përpara. Ky është një ndërtim marke. Për dikë tjetër, arka mund të jetë investimi për të rritur fëmijë me një busull të fortë të së vërtetës e dashurisë, në një shoqëri që kultivon agresivitetin, materializmin dhe vetëm pamjen e jashtme, ose shumë thjesht mund të jetë zgjedhja për të mos hequr dorën nga e vërteta, edhe atëherë kur të thuash të vërtetën dëmton imazhin tënd. Ose të lë të izoluar. Fiks, të lë krejtësisht e izoluar nga grupi që të rrethon. Çdo herë që dikush mban qëndrim bazuar në atë zë të brendshëm dhe refuzon konformizmin destruktiv, është një lloj si të marrë çekiçin e dorë njësoj si heroi Yunantit. Dhe çdo lëvizje e tillë kërton saktësisht atë gërshetim që del kaq qartë nga këto tekste thellësisht teologjike. Nevojën për leadership që refuzon rrymën kryesore kur rryma të dërgon në grimin. E vërtet. Por kjo duhet kombinuar domosdoshmërisht me theksimin se as ne vetë nuk jemi perfekt. Është thelbësore që ky ndërtim i arkës personale të mos jetë i motivuar nga ndjenja e një superioriteti egoist mbi të tjerët. Të mos sillemi me arrogancë, pra. Ashtu është, ashtu si Noeu e njihte nevojën e tij për hir pasi ra në dobësi aty në tënd. Integriteti që bazohet në besim e pranon se të gjithë po luftojnë stuhin dhe çdo gjë që ndërtohet ka si qëllim të ofrojë jo vetëm mbrojtje personale, por ndoshta edhe një streh për ata që më vonë kuptojnë rrezikun ku ndodhen. Sa e bukur kjo. Ne vërtet kemi bërë një rrugtim tejet magjepsës në këtë analizë. E nisëm me atë imazhin paralizues të një njeriu të drejtë të rrethuar nga kaosi dhe marrëzia globale. Një situatë pa shpresë në pamje të parë. Po, zbërthyem pastaj thelbin e vërtet të bindjes ku pam se çfarë dallon thellësisht një besim të ankoruar te një dëgjues hynor nga rreziku i një fanatizmi të verbë dhe empirik. Ndjem edhe atë tensionin mes drejtësisë asgjësuese dhe hirit shpëtimtar kur dera u mbyll me një akt sovraniteti. Larg duarve gjykuese të njeriut. Sakt. Më pas, gjetëm gjethen e ullirit të shpresës, pam vendosjen e beselidhjes përmes ngjyrave të ylberit, dhe në fund u përballën fytyrë më fytyrë me realitetin goditës, ato që asnjë stuhi rrufeje apo formatim total ujrash nuk arrin ta fshijë natyrën e brisht e të rënd të njeriut. Është vërtet një narrativ teologjik e mbreslënse që na ballafaqon me thellësinë e të gjitha kontradiktave tona të brendshme. Dhe këtu vjen në mendje ajo pyetja vërtet provokuese, diçka që e kam bluar gjatë gjithë këtij eksplorimi të thellë që bëm. Kemi parë se thelbi i problemit që precipitoi fundin asaj bote ishte korrupsioni radikal njerëzor. Ligësia e madhe. Po, tani, nëse një përmbytje atyri për masave epike, zhduku pothuajse gjithçka që merrte frymë, shkatrojnë një diset fizike, sistemet shoqërore dhe miliona njerëz, por prap se prap, vetë njeriu i konsideruar si mbartës i dritës, solli mëkatin dhe dobësinë sërish brenda në muret e arkës. Dhe e mbolli atë sapo doli në botën e rilindur. Dhe e mbolli atë posa dole. A nuk hedh kjo dritë mbi diçka shqetësuese? Të bën të mendosh, a nuk na tregon se e keqja nuk ishte thjesht një problem i jashtëm, mjedisi, struktura sociale apo ndikimi grupi, një problem që gjoja mund të zgjidhej duke lajmëruar një katastrofe dhe duke rifilluar çdo gjë me një faqe të bardhë? Kjo është dilema e madhe. Sepse nëse virusi udhtoi në ark, atëherë e keqja e vërtet qen ka një gjendje rrënjosur thellë brenda vetzemrës dhe natyrës njerëzore. E nëse ky korrupsion buron thellësisht nga qendra e qenies son, atëherë kërkohet dhe ndoshta gjithmonë është kërkuar një lloj ndërhyrje dhe zgjidhje krejtësisht e një natyre tjetër, diçka që e tejkalon masën e jashtme për të ndryshuar vetë thelbin e brendshëm. Është një mendim shumë i thellë për ta lënë hapur. Ky ishte një eksplorim i jashtëzakonshëm thellësisht në filozofinë dhe kuptimet e këtyre shënimeve antike. Shpresojmë që këto reflektime dhe diskutime të hedhin vërtet dritë mbi mënyrën se si njeriu e percepton besimin, thirrjen dhe integritetin sot. Deri në analizën tjetër të thelluar, mbetshi porioz, mbani syt hapur dhe vazhdoni të ndërtoni strehat tuaja të së vërtetës.